Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Virgjëreshës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ky është Çelsi i jetës. Dhe një tjetër në tarot, nga që këto janë Oracle, mbretëresha e monedhës. E ku më bukur se të përfaqësohesh me këtë. Në fakt mbretëresha e monedhës përfaqëson Virgjëreshën. Virgjëresha e dashur, energjia jote këtë periudhë është thellësisht shëruese, që është kjo këtu. Shëruese dhe krijuese. Çelsi i jetës tregon se po hyn në një fazë ku jeta po të rikthen forcën, çfarë do të jetë. Po merr frym, dhe kuptimin e çdo gjëje. Pas një periudhe lodhje apo dyshimi, po rikthehesh në ekuilibrin tënd natyral. Kjo letër të dashur simbolizon ringjalljen, një rikthim në vetvete, në talentet dhe në vlerën tënde. Si thash, përfaqësimi më i bukur i Virgjëreshës në tarot, e qëndrueshme, e kujdesshme dhe me duar që krijojnë mirësi. Ajo tregon se ke fuqinë të ndërtosh siguri financiare, stabilitet emocional dhe harmoni në shtëpi. Kjo periudhë mund të sjellë në fakt një mundësi pune, një rritje të ardhurash, ose një projekt që do të japë kënaqësi të thellë. Çfarë do të jetë, të dashur, është Çelsi e keni juve. Apo edhe unë uroj, se edhe unë jam Virgjëreshe. Ti je Çelsi i jetës tënde. Mesazhi thotë, të dashur, mos harro fuqinë që ke për të shëruar, për të ndërtuar dhe për të dhënë dritë të tjerët. Kujdesu për trupin, mendjen dhe hapësirën tënde. Nga ty buron, të dashur Virgjëreshe, qetësia dhe bolloku yt. Dhe mbi gjitha mos lejo askënd të bëjë të ndihesh më pak se ajo që je. Një mbretëreshe që mban stabilitetin në duar. Jeta lulëzon, të dashur Virgjëreshe, sërish kur e ushqen në fakt me dashuri dhe durim.